është pastrimi i zemrës prej zilis, mirës, armiqësisë, urrëties edhe lënja e zbrastirës për diçka tjetër, për dëshirat e fshore, jo për dashurinë për Allahun azza wa jall. Kur njeriu do për Allah, urren për Allah, miqson për Allah, armiqson për Allah, e largon urrëtien prej zemrës atij, zilin, gjitha smundjet që ka mundësi për zemrën, atëherë mbetet zemra e hapur për gjithë atë ndjenjat kënaqësi që mundet ta përjetojë namazin e tij. Argument për këtë, pejgamberi sa tha kush i posedon këto tri gjëra, vetëm se e ka shiju ëmbëlsinë e imanit. E para, Allahu dhe pejgamberi i tij janë më dashur se çdo tjetër. Nuk ka mundësi ti barazohet dashurisë Allahut dhe dashurisë pejgamberit Allahut asgjë tjetër. E dyta, kur e do dikë, ta duash për Allah. Jo ta duash për interes. Jo ta duash për diçka e cila është në favorin tënd, interesin tënd. Ajo s'ka të bëjë me dashurinë për Allahun. Dashuria për Allahun është e pastër. Nuk kanë ta asnjë interes. As nuk ka diçka e cila përfiton prej saj. As thjesht dashuri për Allahun dhe ndjen për Allahun. E kjo nuk është e lehtë, ndoshta në fjalor është shumë i thjeshtë, e shkruajmë shumë lehtë, e themi shumë shpesh, ama në zbatim është shumë problem. Zbatimi është problem. E treta, tha që njeriu të urreje, të kthehet në kufër ashtu siç e urren që të hidhet zjarr. Kur përmendet imani dhe kufri dhe thuhet braktisë e imanit, braktisë e islamin, ti atë shumë e urren zemrën tënde, atë shumë e urren, sikur se që e urren me të marrë dikush me të hedh ku në zjarr. Sepse në zjarr askush nuk do për mu dojq. A do për mu djeg? Jo. Ashtë e rënda, po prandaj edhe e arrin ëmbëlsinë e imanit. E nëse zemra jote pastrohet, edhe nëse zemra jote përmirësohet, me lenë Allahut ke për me ngjarë kënaqësi që e kanë ndje ata të parë tonë.